Të dashun shqiptar ju nga tjeta, nuk e dija jeni të mni, po e pres derisa të lidhet dikush e më kallëzu apo mnini s'po mnini, e për ju që mnini prej fillimit, lirisht bëne shtyjeni pak videon derisa t'ja nisi ta mund me fol për temën që Ramush Haradinaj pas ka lyp Hashim Thaqin me zgjedh president. Kjo është skandal i skandalit të njerëzve me mentalitet qifligu, të rrjeteve mafioze dhe kriminale që vetëm në këto mënyra këta mendojnë që duhet me u zgjedh kreu i shtetit. E mënoje e deshti se deshti populli punë e madhe, po dul dikush që nuk e dën, fotja grykën e pushkës në gojë, qështu kanë udhëheq këta për 20 vjet. Qështu jënë vra gazetarë tanë, qështu jënë vra luftëtarët e lirisë, qështu jënë vra politikanë tanë, aktivistat politike, intelektualt e këtij veni, e këtij kombi. Prej matrapazve të tillë, të cilët udhëheqin e kanë mendësi shpellari të formës mafiozeske. Hashim Thaqi nuk bën me kon president sepse dokumentueshëm është rekrutu prej shërbimit sekret francez. Shërbimi sekret francez e ka instruksionu Hashim Thaqin me vepru sipas interesave të Serbisë në Kosovë, sepse aparati shtetnor i Francës sipas gjetjeve tona hulumtuese të arkivave të veprimeve diplomatike të Francës kanë qenë me agent të plot politike për me rujt ndikimin apo kontrollin e Serbisë mbi Kosovë. Francezët madje kanë shkuar aq larg sa që i kanë sabotu edhe operacionet intervenuese të NATO-s në Kosovë. Francezët kanë shkuar aq larg sa që duke e pas në kontroll Hashim Thaqin për ta instaluar në krye të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, me sa duket, këta kanë qenë të vetëdijshëm kur ndërmarrja përbashkët kriminale Hashim Thaqit ka ndërmarrë veprime të tilla edhe vrasjen sistematike të kokave politike dhe intelektuale të themeluesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, doja nis me Behajdin Hallaçin e të tjerë, të cilët janë vrarë pastaj një pas një, derisa këta e kanë kap në grusht shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe pastaj e kanë drejtu politikën në atë formë që i ka përforcu apo e ka rujt ndikimin e kontrollit serb në Kosovë. Pas luftës, si që keni pa videon e fundit që e kom pëtu, është Vlora Çitako dhe Hashim Thaqi, ku dalin edhe i thojnë publikut që veri u Kosovës fatkeqësisht ka met në duar të Serbisë. Disa muaj pas asaj deklarate, nga veri i Kosovës rreth 11.364 shqiptar dëbohen dhe spastrohen etnikisht nga rrjetet kriminale dhe shtetnore të brutalitetit gjenocidal të Beogradit. Pra, mas luftës, merreni me men, mas i ka përfundu lufta, në sy të qeverisë së përkohshme të udhëhequr nga Hashim Thaqi, janë dëbu shqiptarët nga veriu. Dhe ai veri, qëllimshëm është lënë në kontrollin e Serbisë për 23 vjet. 18 vjet mas luftës, Hashim Thaqi o taku me Putinin edhe ja ka premtu Putinit dhënien e veriut të Kosovës në duar të Serbisë në formë ceremoniale me këmbim të pritshmërive se Rusia do të ndihmoj t'i bind vendet evropiane për ta mbyllë gjykatën ndërkombëtare të Kosovës në Hag. Kjo është e konfirmuar nga burimet tona ndërkombëtare si në Washington, ashtu edhe në Berlin. Zoti Thaqi, pastaj, mas takimit me Putinin, ka fillu me hapun propozimin e idesë për gjoja shkëmbim territorësh, po faktikisht ajo ide ka qenë për me avon veriun e Kosovës Serbisë. Vlora Çitako i ka përdor taksat tona
edhe kalobu në Washington me i bind aleatët ta ndërkombëtar për me pranu idenë e marrën vesh Putin, Thaçi, Vučić, për me adhon verjën e Kosovës Serbisë. Sabina Čudić, deputetja bosnjake e Bosnjës, e ka konfirmuar dhe e ka ekspozu këto. Balkan Investigative Reporting Network, rrjeti balkanik i hulumtues i raportimeve, e ka raportu që ambasadori i Kosovës, Qendrim Gazhi, në Francë, ka qenë gjithashtu i përfshim në operacione të tilla zyrtare të shtetit për me i bind opinionin politik francez që verju i Kosovës do të më dhonë formë ceremoniale Serbisë. Eventualisht, në vitin 2020, Hashim Thaçi e humb pushtetin, edhe gjithashtu akt akuza e Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit i konfirmohet dhe ai kërkohet me umshel prapa grilave. Hashim Thaçi e ka ushqy, kultivu edhe rrjetin kriminal të kontrolluar prej Beogradit të ashtu quajtun lista serbe. Kjo ka qenë pjesë e marrëveshjes me Ivica Dačićin. Hashim Thaçi e ka bo bekimin e krejt këtij operacioni klandestin të përpjekjes së aneksimit të veriut Kosovës deri në momentin kur Milan Radojčići ka zbarku me forma paraushtarake të armatosur deri në dhëm me u përpjek me aneksu veriun e Kosovës me 24 shtator 2023, vetëm një vit pasi që Serbia e kishte nënshkruar marrëveshjen e bashkëndimit politikave të saj zyrtare me Moskën zyrtare në 24 shtator të vitit 2022. Pra, në operacionet klandestine të Serbisë për me aneksu verën e Kosovës ka qenë i përfshim edhe Putini, edhe Moska, sepse marrëveshja sipas burimeve tona të konfirmuara në Berlin dhe Washington ka qenë e Hashim Thaçit me Putinin dhe Vučićin për m'ia dhënë në dorë veriun. Dhe pasi do të bëhej transplantimi apo aneksimi i veriut, atë Rusia do të përfshihej në një operacion për me sulmu integritetin e Hagës dhe eventualisht në një përpjekje për ta mbyllur atë që nuk do të mund ta bënin. Çka ka ndodhur si dëshmi rrethanore mbështetëse e këtij operacioni? Agenti i GRU-s ruse, Halit Sahitaj, i cili është i afërt me Osman Currin, djalin e migjës së Vjosa Osmanit, i cili është i afërt me Kadri Veselin, ish drejtorin e Shikut Vrastar, i cili është i afërt me Samil Ushtakun, njeri që akuzohet për vjedhje të fondit shterimtar dhe vrasje politike. Ky Halit Sahitaj është quar dhe porositur në shkurt të vitit 2025 me u përpjek me komprometu redaksinë e kronikave të Barutit në Londër, kur ata ofrojnë, si që kemi dokumentuar, një shumë prej 5.000 euro në këmbim të botimit të një materiali të falsifikuar lidhur me Richard Grenellin. Qëllimi i tyne ka qenë me mshtimu me botuat material, edhe pastaj me bo një pages me na emër rus, edhe pastaj me gjeneru kompromatin, edhe me mshtimu me punu në interes tyne për me sulmu integritetin e drejtësisë. Për çfarë Hashim Thaçit i konfirmohet akt akuza e dytë për pengim të drejtësisë, sepse është rrjeti i tij kriminal i udhëhequr nga ai prej Burgut në Hag për me sulmu integritetin e drejtësisë në Kosovë, për me bë popullin me undi ose me mendu që gjykata speciale e Hagës është gjykata e Serbisë. Në fakt është gjykatë që vetë Hashim Thaçi e ka marru. Edhe ekipi i këtij rrjeti kriminal klandestin përbëhet prej Berat Buzhalës, Milajm Zekës, Baton Haxhiut, Liri Mehmetajt, Ilir Mirenës, televizionit të shtatë, Gazetës Ekspres, Gazetës Nacionale, e të tjerë pijuna të tillë përfshir edhe Richard Grenellin, i cili është mercenari Rusisë, që është jo rastësisht i përfshim aty, si që dini ju kam shpjeguar disa herë që Grenellin na e kemi zbulu pse o dëbu prej Gjermanisë,
pra duke punuar me shërbimet ruse për me përmbyt kancelarin gjermane, ju kom spjegu që gjithashtu si pas një ullumtimi me ProPublica ne kemi zbulu që ka punu me Vladimir Plahotniukun e Moldavis për me përmbyt qeverisjen pro-perendimore Moldave. Ju kam spjegu që gjatë një ullumtimi me Washington Post ka punu, është gjetë që ka punu edhe me fondacionin e Magyar Foundation të Viktor Orbanit Hungaris për me normalizu politikën pro-ruse hungareze. Dhe është stolisur me çmimin e urdhrit të flamurit të Serbisë 31 ditë pasi që Serbia e vrau policin Afrim Bunjaku më 24 shtator të vitit 2023 gjatë një përpjekje për të aneksuar veriun e vendit me forca paraushtarake të identifikuara si organizata terroriste nga qeveria e Kosovës, të udhëhequra nga kryeterroristi Milan Radojčić, kreu i listës terroriste serbe si parti politike në Kosovë, e cila vepron pas bekimit të Hashim Thaçit dhe pajtueshmërisë së tij me Ivica Dačićin. Krejt këto janë dëshmi, fakte të verifikueshme dhe të konfirmuara. Prandaj, kur vjen propozimi për më bo Hashim Thaçi president prej dikujna si Ramush Haradinaj, kjo e ka kuptimin e qartë për motivet e Haradinajt, sepse vetë Haradinaj është njeriu i cili bashkëpunon pandalshëm me mercenarin e Rusisë Richard Grenellin, është vetë Haradinaj njeriu i cili ja ka qelë derën Radojčićit duke ditë se ka marrë pjesë në masakra dhe operacione gjenocidale kundër popullit shqiptar në Gjakov, kur ja ka qelë derën e ka mirëprit në kryeministri, ai gjithashtu Ramush Haradinaj në kërkesë të Radojčićit, siç ka mësuar redaksia jon, e ka mbyllë institutin për dokumentimin e gjenocidit serb. Haradinaj mas lëshimit nga Burgo në Francë, ja ka dhënë tokat shqiptare edhe Maqedonisë edhe Malit Zi. Haradinaj ka sjell Ron Patrikun, mercenarin e Rusisë, Wagnerit rus, në Kosovë dhe ka instalu me operacione tjera kriminale klandestine të shikut në AKI, bashkë me mercenarin tjetër të Rusisë Richard Grenellin. Haradinaj, Ramushi pra, ja ka qelë dyrt e konakut të shtëpisë duke shkel edhe gjakun e vëllezërve të tij të rënë dëshmor e heroj për liri, edhe besnikëve të Stanisheqve të Beogradit, siç është Baton Haxhiu, i cili hapun deklarohet se është mburrja më e madhe në jetën e tij kur është takuar me Stanishiqin, derisa Stanishiqi po i bënte arkitekturën e gjenocidit serb kundër shqiptarëve në Kosovë. Haxhiu, sipas redaksisë tonë dhe gjetjeve tona ulëmtuese, është ruajtur pe shërbimit sekret serb. Këto janë të vërtetat e këtyne maskarajve. Prandaj nuk është çudi që dikush, një maskara, si Ramush Haradinaj që ka shkel mbi gjakun e dëshmorëve, tu janë nis pe shtëpisë vet e krejt dëshmorëve herojve shqiptar, e çdo gjë tjetër që e ka shkërdhyer në këtë vend, nuk është habitshme që ai vjen me idenë për me propozu një plaçkitës si Hashim Thaçi, një njeri që ka udhëheqë sipas gjetjeve tona hulumtuese struktura vrastare që i kanë vrarë luftëtarët e lirisë, veprimtarët shqiptar, intelektualet e gazetarët e politikanët. Këta njerëz nuk do të me u pranu asnjëherë në xhirin e kombit ton dhe gjithmonë duhet me ja u kujtu për të zezat që ja kanë bë këtij veni, sepse nëse harrojnë çka kanë bë këta kanë me instalu veten kom kryq në kryet vendit ton, edhe kanë me na marrë qaf prap, qysh e kanë pas nisur udhtimin për me na marrë qaf, me majt Kosovën mrena kthetrave të Serbisë, qysh i kanë nënshkru krejta marrëveshje të një pas njëshme për 20 vjetë rresht mas luftës për me instalu sistematikisht ktetrat e Serbisë në Kosovë. Kaq kisha për sot, i dashëm publik, ju lutem shumë, apel, abonohuni me pagesë të Kronikat e Barutit, sepse vetëm kështu ne mundemi në mënyrë të pavarur të sigurojmë veprime editoriale për të vazhduar
kulumtuar dhe ekspozuar rjetët kriminale klandestine kundër këtij kombi dhe kundër shtetit tonë kolektiv Republikës Kosovës. Miru pafshim në paraqitjet e tjera.